Pas 40 ditësh protesta për paga më të larta dhe kushte më të mira pune, minatorët e Spaqit në Mirdit kanë mbyllur organizimin e tyre të përditshëm protestues. Vendimi u mor nga Komisioni i Grevës dhe Këshilli Sindikal pas një tubimi të zhvilluar në hyrje të rrugës së Spaqit. Minatorët dhe sindikalistët njoftuan se tashmë do t'i hapin rrugë ndjekjes së çështjes së tyre në mënyrë ligjore, ndërsa u shprehën të vendosur se do të avijojnë betejën deri në plotësimin e 10 kërkesave që janë dorëzuar kompanisë turke Tete Albania. Duhet të theksoj se kjo grevë ka filluar për dinjitet, do të përfunojë për dinjitet dhe do të ngele gjithmonë në historinë e Konfederatës së Sindikatave, të minatorëve të Spaqit dhe të punëtorëve të Shqipërisë si një grevë për dinjitet, jo vetëm për një pagë, jo vetëm për tetor punë, jo vetëm për 5 ditë në javë e tjera. Ne si Këshill Sindikal dhe si Komisioni i Grevës kemi menduar që mase me veprimin ton mund ta zgjojmë qeverinë nga gjumi, duam që grevën ta mbyllim këtu për t'i hap rrugë aty pretendimeve të qeverisë se në kohë greve nuk mund bëjmë kontrolle dhe ne do të vazhdojmë rrugën ligjore dhe punën tonë sindikale pa ndërprerje. Tubimi u mbështet edhe nga deputetë të Partisë Demokratike dhe kryebashkiaku i Mirditës Albert Melushi, të cilët garantuan mbështetje të plotë deri në zgjidhjen e problemeve të minatorëve. Jemi dhe do jemi në mbështetje tuaj derisa të zgjidhen të gjitha kërkesat e minatorëve dhe kërkesat e tyre janë kërkesa më së drejta. Padyshim, ne do japim jo vetëm në thirrjen e ministres e cila duhet vi shumë shpejt përsëri në një interpelancë me deputetë e Partisë Demokratike, por edhe me deputetë besoj të krahut tjetër. Por fatkeqësisht ne sot kemi një qeveri e cila nuk i ka prioritet as pak hallet dhe problematikat e qytetarëve, sepse nëse do t'i kishte, ju jeni prej 2 muajsh në protestë. Të paktën Ministri i Ekonomisë do të kishte dënjuar të vinte, t'ju takonte dhe t'ju jepte zgjidhje. Të gjithë deputetët janë në krahun tuaj, janë në anën tuaj dhe në çdo moment do i keni derisa problemet e minatorëve të Spaqit të zgjidhen. Statusi i minatorit, të drejtat e minatorit si puna më e vështirë në Republikën e Shqipërisë, të ketë një status të veçantë, të ketë një kod pune të veçantë në mënyrën se si duhet trajtohen dhe në mënyrën se si duhet paguhen minatorët. Një protestë e mundit, është një protestë e djersës, është një protestë dinjitare që këto punëtorë kërkojnë maksimalisht të realizojnë nëpërmjet negociatave dhe punës konkrete në terren, duke bërë të mundur që kërkesat e tyre të ligjshme të ratifikohen nëpërmjet një komunikimi institucional me kompaninë. Pas mbylljes zyrtare të grevës, një përfaqësi e minatorëve e ndërmjetësuar nga kryetari i Bashkisë Mirdit Albert Melushi dhe deputeti Gjin Gjoni ka nisur negociatat me kompaninë Tete Albania për rikthimin në punë dhe më pas për plotësimin e kërkesave të tyre.